Përshëndetje, mirë mbrëma, kudo që jeni, lutim Zotin të jeni shëndosh bashkë me familjet e juja, po vazhdon cikli i emisioneve e premtja me Halilin. Jemi në prag të festës së Kurban Bayramit. Jetimat e Ballkanit tani më thuaj se qysh nga fillimi i aktiviteteve tona, njëra ndër aktivitetet është edhe pranimi i donacioneve për kurban, shpërndarja e mishit të familjet nevojtare si dhe furnizimi të kuzhinat humanitare ku ushqehen mbi 2000 persona në kuzhinat tona. Andaj, të gjithë ju që dëshironi që kurbanin e juj ta dhuroni të jetimat e Ballkanit dhe përmes nesh të familjet nevojtare shpërndahet mishi edhe në kuzhinat tona, këto janë të dhonat për si vjet, pra kurbani 2026, çmimi për një kurban është 200 euro, tani më, elhamdulillah, duke falendruar Zotin gjithmonë, i kemi gjitha kushtet, kemi thertorën tonë, ku do të bëhet therrja tyre, përgatitja mishit, edhe shpërndarja në për gjitha ata që kanë nevojë, edhe në për kuzhinat tona humanitare. Gjithë ju që sa vite dhuroni kurbanin tek ne, Zoti kur mos ju humb. Ne jemi përgatit, thertoria është gati, pritet vetëm dhurimin nga ju, edhe në ditën e kurbanit, ta kryjm edhe këtë obligim, duke lutur Zotin inshallah na i pranon ibadetet neve dhe juve. Zoti kur mos ju humb. Po e vazhdojmë emisionin me storien e parë, storie shumë prekse. Kam qenë në Prishtinë. E kam vizitu Keremin. Keremi jeton veç vetë. E kemi gjetë në kushte shumë të rënda. Ne me të vërtet shumë pak jemi mirënjohës dhe falendrues të lumit Zot. Kjo veprimtarie jonë na ka mësu që të jem më për toke, më falendrues. Po i shohim pamjet duke i thonë Zotit, o Zot, na falë kur ankohemi, na falë kur kërkojmë luks e mi luks. Storia e Keremit. Ekrem? Aje më të sa. Aje dhe të da jo i shqiohi. Më të une. E mirë? Po, me thonë mirë më shfarture, se ishe, ola, ja për lindje se unë e më keqë. Pse? Unë e smotë, ka konë asë jetë, asë kërgjasë. Sa vjetë e ki Ekrem? Unë e mund të kazu letërtimin, me 7-5, 1980. 80-ës? Po. Mashallah. Që e porë që familjet kafshnashe që të porti të unë mas mlomti. Bab nona ki? Jem kam vdik. Kam vdik. Kur? Ma tim kam vdik. S'kam printet. Vlla motër? Vlla motër po jenë ata ajo shkollë me punu për ka 3.000 ka. I Stanovcit, me gruën në Stanovcit. Gruën e Stanovcit. Lëmë madhë. është ai më i madhi është, shku jashtë, aty me po pare për shtëpitë vetë. Edhe unë vetë është metra,
Ti më i mrami. 2 vllazën e një? Po, këtë, po, dë. Një në ka shkuar, në ka vdek ai, një majri. 3 në kom. E motër? Motra 3 këtu. Për shpis, kim 3. Edhe një motrë vete këtu, ka qenë 2 motra, edhe ato për lagariti të 2 motrat, së mëj mi do tash. A e në martua? Po të martune e ata. Të 3 jeta? Po, 3 jetë, po, të anë të martune e. Veç unë i mjetë. Kur kërë qenë prindit, i konë martune. Po, të qysë mu që më bërë, kur qysë rata, amo, s'kina pëngu, kur asë një unë tjetër, s'kina pëngu kur që. Ko ke konë i martun pra? Po, për pak ke konë problem, për pak. Se me vitë s'këm posën, ato. E tash, ku për jetën? Pa djeve si në konë ketë. E ku për jetën të? Qëto, ku mitë, ku më kalon baba, këto në bas babës komuna, e kremi, jetë qëto. Qysh për jetën e kremi? Po, me mendimin e Zotit. Të pësim dhe rritë mendimin e se këmë heqë për Zotit heqë. A vjen ai kush më ta qelë derën? Po vita një parë motra, se dhe vinë pa më pru dishka se levit, se jenë gjithë në përpuna. Që kur ju edhe ata gjithë në përpuna. E ti apo shkon najher me vizitu? A shkon me vizitu najher? Vala, sa kona i vlog këtu, shkëshëm një mu me punu. Unë që ka bëj mirë, respekt. A kështu, që unë e më pendion. I këm një muë në punë, edhe me pare një muë, atyne. Motrave, për edhe këtu vlogu që ka qenë edhe këti një muë i kam. Këtu kanë linë fëmija, djemë të vlogut, 3. 3, po, se na 3. Gjena kom për 3 djemë i ko kjo vlogu. E ti merë pension? Një rritë këtu, Me pension jetën të? Po, boba më ka një mu, ka vaj vitë në për mjekë plët shumë. Edhe shkollën me të mjetë e kam kry, fillohen në Prishtinë, mesmen Prezren. Po, që atë, me hymë jetë Prezrenit, me nere. Që atë aja shkolla, që Pireke. Me 2 abora, 2 shkolla tjenë. 2 shkolla. Kam pas për telefonin në orë, ato. Me pola angë me pike gjitha. E qysh për kalon ditën e krem tash? Ta në ditën në rëjnë qëtu a delë në i herë? Jo, në vesh, dalë vesh sa më shku me blejë diçka, se nuk më interesan kur gja. Ja, sen. Apo tu të është vetë këtu? Jo, në që më tua, në më plagosë, nuk jem tot kur gja. E shpina së në për nërejq kërqysh paka? Me nërejq pak shpijen. Unë vesh me mendim të menuët, këtu gjithë mendim ditë e natën, që me dhimi, me vujtë, me tëna, s'pë ditë që këmë ishti me të. Qëtë për vjenë, që të personat që për vjenë qëtë me mu, dhe unë me ta qëtë për vjenë. Ku po të dhemë që po thumë me dhimi? Unë kam që të dyja, dhimi edhe djegje. Që të dyja kam probleme. Ku po të dhemë? Unë stop kom pas dhimi djegje. Që probleme. Këtë në vena e ishtë në dhomin, gërës, Marok. Ruza, truni, qështë e këm kalu edhe shkollë këm kry, qështë pënu, këm kry me him pun atleta, e këm morë diplome, a kanë dhonë për me pun atleta, po dhe qështë që jesh nësht, shkëm punon, kështë nga në shkolla. Apo dalin paret? Jo, s'pa dalin. Okej, qa ki nevoj ma shumë e krem? Unë gjëse që tjetër që kam që më konë për mirë e marë, më konë për mirë e marë, të me shpi
Ashtu normal që kur tjerë. Apo më nje mua? Po marrë që shja? Kum ke pa? Në qësë këm po në për mes televizorit, kone këm qyrë dhe satelitin. Qa ki nevoj me të një mu dishka? Në vesh, ashtu qëshe për një shpi me ndreq një shpi ashtu kjo djali që është tha një kozhinës dhomë banjo. Po ta bojna një dhomë, një banjo, një kuzhinë. Ka një kozhinë, se të madha kështu. Zotin në muftë. Në shola, veç me Zoti ka folë, po Zoti ka që këtë zend, po Zoti thëtë unë e kom folë që kom folë këtë. Përshe edhe neve nga ka që Zoti, me ta bo një srubë. Ashtu, për personi, ka që gjinja thash nuk je njëjtë, nuk je këtu njëjtë. Gjinja nuk je njëjtë, ha? Ja, se njëjtë. E di në pisibilin, veç ka këshyrë, më për bëdollë, për smutë edhe për bëdollë, ha? A uzove që thashe për ta bojmë një shpija jonë? Po shumë, falmirë Zoti po ftirujtë me të mira, po unë e zesë kom pritë marë mëtë i kom menu, edhe kom ditë që kom me kime orë. Do të bojmë një dhomë, një kuzhinë, një banjo e kremit. Zoti na falë neve kur ankoni. E kremit Zoti ja letësoft. Për haj. Që Zoti ja letësoft. Për haj. Me muë. Për haj. Hajë falmirë, kosh nësh, e me të mira, e posha gjithë. Hajë. E kremi, më kalon për shtypje të mëdha, kam marrë mësim shumë. Nga ndeja që kemi pas me to, është një minutazh e shkurt për juve, kemi nejtë ma gjatë, kemi diskutu. Na do të mundohemi mi nejtë gati, për fat keq, si e kremi ndoshta ka dhe shumë tjerë. Në këtë shtetë tonin, qëto janë kushtet. Normalisht shteti është dashtë mi unajtë kësaj kategorie më gjatë, po s'po i him në tem fare. Na do t'ja regulojmë një dhomë gjumi neje me kuzhinë e banjo, e mbi gjitha do i rrim gati e kremit her pas her, do ja lidhem edhe një pension. Do t'a vizitojmë, do të mundohemi me tregu atë mirësin e dhuntive të Zotit që ne i ka dhënë neve me shërbimin ton ndaj e kremave dhe gjithë atyre që kanë nevojë. Me të vërtet, momentet që kam dalë nga aty, në shumë raste dhe në shumë vende ku shkojmë neve, pastaj kur gjejmë raste që me të vërtet ndoshta na lojnë të natën pa gjumë qesim dorën në zamër. Kena mujt me konë në vend ti, me konë vend të kremit. Po ja që kjo është jeta, e unë gjithmonë e falenderoj Zotin që na ka zgjedhë neve, pa ka shumë me ndryshu, me buzëqesh e kremi dhe kremat. E mu mundu që atë ambient ku është me bo një ambient krejt tjetër, shumë më të mirë. E besoj që kremi me atë sa na kena kuptu gjatë nejes me to. Është i Zoti me mirë mbajt vendin që ty ka ngel veç vetë me Zotin, po fjala e kremit që krejt njerëzit nuk janë njësoj. Dikun Zoti ka bo të varfër, po dikun të pasër. Ata të pasërit, pastaj i kalon se bepan për këta të varfrit. Zoti na letësov gjithve i jetën, e sidomos kësaj kategorie, e mos na sprovof me atë që nuk mundemi me përballu. Po vazhdojmë historinë e radhës. Historia e radhës është
në komunën e Ferizajit. Edhe kjo histori është shumë prekse, po e ndjekim edhe kthehemi në studio bashkë. Këtu po jeton veç me djalin, a? Veç me djalin. Burre? Nuk ka të. Shumë e bërë që ka thonë Perenia. Në Allahin. Pa thonë Perenia së në mos kur që zëti ko shirë forti në hajnë ashe. Shka të bojnë, shka të marrojnë, synis në tërën për diti lë më edhe ko shirë forti në. Për zoj, valoj, ju më pëset me njëm, për muaj, me një penzime në anë, me taj. Sëtë me përnu së më përnej, ju që nuk jam javë për punë jam, ama në që gjendjet në anës që shonë, ju më nalin bo kërbani sojnë edhe. Në bërë që dërë në halal e këtë një pikë gjitë që ja këmë dhënë. Kur së më le vetë, kur? Se me këtë gjendje, inë të bo dhe vetë. Që të bukë që shkën me A marë. shumë, Qërë të më le vetë, po. Te i ta bje që bile se bukën. kësë me mërë një bukë. Se ju. Të shi që së bine Allahin, se valoj, problem. Problem edhe shumë problem. Po valoj, pasaj lumen Allah, ta i më kalzu në 150 euro. Beson, zotit i njëherë ka njëherë në ditë bëkami. Allah Për një njërë në ditë o në bukë. njëherë në ditë. Ndodhë njëherë në ditë. Bile kjo nuk ndodhë, me thonë, thuja për ditë, në mujtë njëherë, apo 2 herë. Në javë, bile pak në javë 2 herë, 3 herë. Ka njëherë hame, në javë. 2 herë, 3 herë. Ta për dhe, pak po një rënë. Ndaj problem, ndaj qytetarë, mi u lypë në stapare me hangër. Në një rrëgët me një 150 euro. Biletar që kam bo 150 pënzinë. E kena marrë më lirë. Allah e për mu e balë, për shaj lumen Allah. Edhe do unë e pi, balë problem, po, inshallah ma bën halal kjo. So në katë me katë i kuft halal për mije, sa të kam mundësi. Në dhe bërë që dërë në kur së më leve. Ja ka zemë, dikone që ja kalli me dollë me ba zemë si ja, së kur që bojë njerëzit, atë se me... Me vjedhe, me... E babë gjithë që këmë pas ma një që të kushte, e nësë me prej kërkan në zemër, se këtë në një se bojnë. Sa të kanë mundësi, këtë popull, sa të pak, që gjendje. Allah e jafët këme të mira, edhe one kësmet me të mira. Por zëkan, që të këmë drepan, që të mënohet, një të më po edhe vetë. Një më pëset ma për mëre. Toki në anës, s'ka kësë më këqyrë, kësë me nejtë me tonë. Një më lakë. Allah, pa tjetë. Dishka më ka hi një tutë. Po tutë, ne. Për çka? Vetë, se di, nuk e di. Vetë po tutë më. E këtu nejtë me mundë. Zënërije, na kena orë me selam për Halilit, na i morëmi shoqata e jetimat e Ballkanit e merë përsipër komplet në renovimin e shtëpisë. Nëse është nevoja, e rrëzojmë këto edhe mojmë shtëpinë e re. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe Allah ja dhorë gjithë me unë jarë bilorën. Se më nësë të së një këthe, po zëti kush i falti nga janë haltë. Në shekë. Amen. Halili nuk ka mujtë me orë, për shkak se u konë jashtë vënit, po të pas citatën, e kemi pa të Faleminderit agonit, shumë. të pas citatën në cilën jetëni, Halili veç i ka marë, ka komentu të mund të agonit që na i marëm komplet. Faleminderit Allah. Përsi për ndëmon, Allah, renovimin Allah. nëse është nevoja dhe ndërtimin komplet shtëpisë të re. Nuk i faleminderit. E më ka qumë me selam sot, ta shko të regoj e bëni shumë selam, Shumë faleminderit për dina respekt. e kështu që na i marëm komplet përsipër. Nuk i faleminderit. Luke, shumë shpejt vjen firma këtu edhe e merë përsipër e këshymen, ajo qesmi diku me qira, edhe që ka mu bo qka është ma mira.
Allah ju shpërblet, faleminderit shumë, edhe juve edhe pas Allah ja dhërë gjithmonë ja Rabbi. edhe ai që kontribon, Allah i na kondur, se i soni kur gjo. Allah i biloj të së një dhes, që gjendja mo, që një bukë të bleta, se një 4-5 kafe mi piqë të me nejtë në tonë, dhe asë kafe të vëgla, realitetin më të kaldej, një sakë të merë të tharë pësani, dhe që këtë një. Që një pronë kënë njënë, më dha një 50 euro, dhe bli harqë, dhe besimi që të shakë, ajë me pronë, të shi. Lagin të shi. Na, të po situatën, në fakt në fillim e kemi po që ka publiku për fatësusion për Ferizaj, dhe më Aldon Gjini Potoku, Halili ka komentu që na marrëmi përsi, për sot kemi arë në vizit, të po situatën krejt, tash vjen kompania dhe cilësa na është nevoja me u rëdzu, me u ndërtu shtëpia re, apo veç me renovim, për këto do t'i nëftojmë për mes rrjetëve sociale. Ba mirë së zoti kur mos ju humbë. Rastin Urijës na ka prek me publikimin kur është publiku rasti saj në rrjetet sociale në Facebook, edhe aty kemi kontaktu direkt personin që ka publiku, që është Agoni, edhe kemi shprej gatishmërinë tonë për me ndihmu këtë familje pa mjetë, i pam edhe vetë. Ajo që ka më boni përshtypje fjalët e djalit për nonën, kurban i nonës. E nona halal qoftë edhe një pikë i gjinë që ta kam dhënë. Edhe pse prekse, edhe pse pamje trona, dashnia e vladit për nonën na bën që të mburremi koha që ne po jetojmë, po dëgjojmë lloj historie. Vendi ku ne jemi këtu të shtëpia të moshuarve, ka prej djemve të tillë që nana apo baba është bu barë, ngarkesë edhe me zispresin mu liru. Ka i herë vinë këtu të dyrët e tona me prung babën, ose nanën, në shtëpi të moshuarve. E kur dëgjojmë të tilla rrëfime, të tilla histori, kurban për nanën, sa t'jetë gjallë, na bëhet zemra mal, po njëkohësisht fluturojmë për me ndihmu edhe me e përmirësu kushtet. Do Zoti inshallah i jep shëndet kësaj nane bashkë me të birin e saj, edhe pamjet pas kësaj na vinë pamje të mira në ambient të ri e me buzëqeshje në ftyrat e tyne. Ju që po bohi sebeb, këto familje me buzëqeshje gjithmonë këtë botë edhe botën tjetër. Emisioni sot shumë me storje, kohë gjatrona edhe prekse me rrëfime që me të vërtet na marrim mësime shumë nga to. E një storje e tillë na kemë edhe nga qyteti i Prizrenit, është Artani. Kjo është storja Artanit, pastaj kthehemi në studio.
që 3 vjet e ka inë të ekologjionat, bolloka, me më pasë rrugë, i kemi rruga 450, s'pe del paret, s'kam pare me dreq shpijen, kur vjen shi kretë loq me bon edhe tepija, regala, loq. Baba jeme smut i zemër, nona e ka dek, që 3 vjet e ka dek nona, unë e me qërë grijen, fëmijen, edhe baban unë e me qërë. Uj s'ka kur gjo, uj e ka qitë kanavazi, edhe ujin e ka qitë, do të uj me marë të poshtë. Ku janë të agja shpia agjen, do të me qitë një hidrafor me gra nartë, se s'kemi uj iqë. Kam bore 100 kg, me mush uj pi gumat, me mush bojën me la, të esha. Katastrofi janë e naja, s'kemi iqë uj. Katastrofi mi, që me pas soba jeme kres dit e kam prish. Qëre anë e në shkaja. Lomë një anë e në. Ola katastrofi mi që kër e ka bu në shpija nëna jeme. Lomë një, kulumi janë e ka pa, kërshë janë. Do të me pasu kret vendin, me bo një shpi, me bo një qëtër një shpi. Se katastrofi mi valla. S'pe del as rruga, as kujgjo. Të që ka një edhe guria, 100 euro s'pe del. Se që me marrë rrugën 450, edhe kam kredit, e kam marrë kredit me vonë shpi, masane e ka dek nona, masane baba jeme infrakt 3 herë, e ka vënd njerë kry masane zemër. Pa që të jemi zorë, as uj s'ka, as kujgja valla. Katastrofë anë që të. Me pas një shpi valla me lonë shpi me marë, prizem në mirë. Ne i banes me marë. Që anë e në që të jem katastrofë. S'ka iq uj s'ka ve. Pas një pikë që kujshi me marë, du të me pagu. 20 euro 100 kg e ka li para. Që kujshi. Unë e gjatit e kalon shpi, që kujshi. Ti me pa tash që të soba jeme shkajnë zitit, krete kam prish më shivit. Që të me ka shpore e ti, vjen mi njerë. Se katastrofe në ojakat. Që e kanë dresh një me është të ojakit, badi java. Mi njerë uj vjen të poshtë. Katastrofe që e kam pa, që në shkaj e kam shi. Kres zitin e kam prish. Uj. Kër vjen shi, anë e në e në katastrofë. Anë e në ziti. Edhe anë e në për mas balkonit, katastrofë. S'po muj me fle, me pik uj, pik. Katastrofë është e që dhe. E kam fy koma. Se kam shqip ka kam. Komas. Se ma jere dhe, kam unë e zanat, ati me bëmë regala, kuzhin. 180 i rritë që e kam rakon. E ka fëj, lybisht. Të që ka i në anena, e ka lojën. Rruga e në katastrofë, 400. S'pe del, që fëmi me lyp, me ongë, me vesh, patika, s'pe del në rruga. Zorë valla, s'pe del. Që baba jeme marë penzionëri, edhe penzionër po shkon. Rrugan me marë guria, po shkon. Du të më ongër, që baba jeme me pa smut është. Qysh je? Mirë. Qysh po jeton? Që të kre. Që të rëhe po e shumë. Baba jeme e ka vra, s'po me i dora. Shurën loq me vonë, unë me kap me dorë. Me qu, me zore jenë, s'po muj. S'po den me del, jashtë du të me bajt. Dhe qyre shkaj e ka mund, kryh.
vetë, s'po muj me jetë, du të me bajtë. Zori jenë katastrofa jenë. Me marrë unë e tash benzinori, unë e me qyrë babën. E dish nona e ka dek, zorë që të me netë. Qërë është ka jenë katastrofa jenë qëto. S'po një kur gjo, me jetë, s'po muj, unë e me qyrë, s'pedel valla, as benzinori, as rroga jeme. Qërë është ka jenë katastrofimi që të valla, që s'mu të jenë pizamar. Shkova spital, e ka që spitali, me në spital s'po të me nejtë, ma me të shpia. Zor me qërë valla, që rrogë valla s'pedel. As babës, as jemi rroga, s'pedel valla. Zor e jemi, shumë. Që, du të me piskajt, me falë, s'po një iqë. Me folë kadar, a shka po të ishtë djerë. Shkova doktori, ka një doktor, me qitë gipsit ka sheqer. Qysh me mbajt gipsit, e kolon një ka ishë, donën qësi, jo poshtë. Qëre, kretë e ka mon pijane e na, e ka mon kretë zi. S'po muj me që në natë. Me që mbjeni edhe me lënë dora. Se pi shaki e ka vra. Valla, me bon që këj shpia, falimin deri. Me dreshtë të këj shpia. S'po dhe asë shkallë, s'po dhe kur gjo. Veshtë 2 katë, mu bollashtë. Ose me dhonë shpia, me marë ma pashtë. As kjerë, as kur gjo. Që vjen taksi me nënë që të hoteli. Zor me jetë. Valla. Ta ndita me fle. Artanin kam shku, kam vizitu edhe vetë. Kushtet i ka jashtëzakonisht trona, i sprovum me lloj sprove, vetë punon në Ekorregjion, në komunën e Prizrenit. Korregjioni është kompani që mbledh mbeturinat. Mundohet me majtë shtëpi, 2 fëmijë bashortën, i vdes nana para sa kohë. Pas vdekjes nanës, sprovum me smundjen e babës. Atje ku jetënte edhe ujë të pishëm nuk kishte, edhe me bajt ujë prej s'largu. Përndryshe Artani na e dëgjum, ai në shtëpi flasin turqisht, shqipen, sa për me kuptu në gjithë e flet. Por me gjithat, për me mësu më shumë në vetë Artani. Na i kemi thonë Artanit më arë sot në studio, i dëshirojmë mirësardhje. Hajde Artan! Hajde! Salam alaikum. Si kalon? Si, Artan, ullu të qëtu? Unë si allet ullu që ati. Hajde. Artan që shje? Mirë, be. Kanë ardhë ju kanë marrë me kere, pa? Po va me kere, Allah. Faleminderit shumë. Mirë ju. Faleminderit shumë. Artan, unë isha djetë e juve, ju vizitova. Baba që është? Valla, pak ma mirë. Me zorë, të që ka ju të shpia, ma s'del mo. Me kone la babën, a është motra aty? Motra e dha fëmijën shpi, Okay. edhe tash Allah me grinë e ka marrë. Ti e ka pa shpijan, To e pash dhe. s'ki me ujë. Zori mi e ka pa. Artan, qësh ka mundësi mu lindë edhe mu rritë në Korillë, në i Prizrenit jam vetë,
Kasabalit aty të e ditë gjendjen që shekia ka ardhur dikush me ta ngjit dorën me të ndihmu. Ja, valla. Kërkosh. Që sheke emrin ti? Meral. Meral. Po, Kaj Makci. ka e makqi. Kaj Makci. E kam pas më herët ku e kam martu Jakxhia. Jakxhi. Edhe kjo Kasabaliku ka. Po, Kasabali. Kasabali. Okej, cili e falni shqipen më mirë, ti a Artoni? Jo, unë e mami dhe greja si di shqip me fol. Unë pak shumë. Është tyrësisht. Në shtëpi falni turqisht. Tyrësisht. Po, Vetimi, Ku e ke mësu shqipen Artan? kur e ka inë... Shkollën a ke kry turqisht a shqip? Ja, tyrësisht. Okej. Kur e ka inë një kolazhon, e ka marrë shqip. Me fol. A kur ke hi me punu në Korregjion, Po. aty Mos në ati... shokt krejt Kreta ati shqiptar. në shok shqip me fol. Se baba jam e di, se di që i motra shka i ka martu, edhe që i di shqip me fol, edhe une. E këna pasë në studio edhe një shok të Korregjionit tonë para disa kohë. Cëllan. Cilin? Artan Kastrati edhe, a? Artan Katroti. Ertan Kastrati. Dardan. A, Dardani, po. Që i vogël. Po, Ja, Dardan po, Kastrati. po, i di. Punoni bashkë. Jo, unë jem anene, atë e shadovani. A, keni Te zonat e linda. ndame. Po, unë jem shqicat, me më pasu rrugë. A, i pastron rrugë ti. Po. Dhe Që kam sa ku punon në Korregjion? që 3 vetë. Që 3 vjetë. Qka i ka jenë. Dhe më herët unë e kam fi komon, dhe kam unë e zonat mobilia. Mobilje me punu. Mos unë e kam fi Që unë jam i Prizrenit po të marrë vesh, Po, po munona pak me ta e spjegu. më herët e kalon anena, të mobilia, dhe e kam fi komon. Ka zanatin me bo mobilje, ka punu në mobileri, pra, kalon. ku prodhohen, e kalon se e ka thy komën, edhe pastaj ka hinë e Korregjion. Sa është e shtirë për ty Artan me jetu në qëto kushte, edhe me unë e pash gjendjen e babës Po. dje, apo mu ish mi dalë në skaj, Rruga keq, e ka pati, hoteli nati jenë, uj ka, të na s'ka kur gjo. Adish uj në zamet jenë me mush, ti e ka pa. Artan apo e shohim shpijen qëtu. Po. Toka jote është nga muri, Që e ke- dhe në fund shpisë. Që kësë gjithi ku jenë, Po. jemi ja jenë vendin. Okej. Prej murit, e anë është shpia, vendi jetë. Shpijen zdorf, s'po uj me gjithë në i meshtër, kam meshtër e ma shumë me lyp, pare. Me lyp, me kret, shumë shtret. Edhe një torbësh gënqarit, e ka lyp 500. Vesh me lyp, kret shpia. Dhe më shumë është. Dhe unë jem 450 roga, vesh dhe mune, babon me qyrë, fëmi me qyrë, motra jeme me qyrë. E pse motrën po thu me këshyrë, motra është e martume. Martu ella me pa babon s'motë është, e kalon në buri shko qyra baba njerë. Me nejt të baba. Pra motra njëherë po rënd të ju, me të mu ty me këshyrë babën bashkë. Baba në bashkë. Bashkë me i ri, bashkë me angër, këtë shpijen unë me qyrë. I di dje shka jella, nona e ka dek, nona jeme. Babon unë me qyrë. Sa vjeti ki Artan? Unë 47. Artan, Sa, na për ta bojna shpijen. faleminderit ju shumë, edhe me pa, i qala me banë, i qala me banë në shpijen. Na kana me bo shpijen krejt komplet. Faleminderit ju Ama nuk është zgjidhje qëto shpija, se s'ka uj. Po, Na kana me ta qelë edhe një bunar për me pasu. faleminderit shumë. Faleminderit. Faleminderit edhe juni, faleminderit shumë. Po bësh me shtëpi të re Artan. Që kjo është më kryesore edhe me ujë të pishëm, do të ketë edhe një bunar. Unë
E lu Zotin, inshallah baba, me Inshallah. pas shnetën, ishte Inshallah. shumë i lodhur, unë jam kanë dje kam pa. Ti Kërkoj edhe ai ndihmë për djalin, pra duke largu pak çështje dytë shëndetin edhe pse ishte shumë i lodhur vetë. Minimu djalit, hartani po bëhet me shtëpi, edhe me ujë të pishëm, Zoti kur mos ju humb të përhaj. Përhaj. Okej, shkojmë me sigël, kthehemi në mision. Kur isha djetë Artoni, më nuk e me u shprej, edhe pse me gjuhën Shqipe, nuk e flesta që mirë, po shprejhet e ti, më nuk e me dëbind. Po s'kishte nevoj për shumë fjalë se pamjet dhe situata babës ti të regashin çdo sen. E po m'vje shumë mirë që ju dha lajmi se po bohet me shtëpi të re, do i hapët edhe një pus bunar, ku do të kene edhe ujtë pishëm, shumë largë me shku me marë ujnë për pije. Zotë ju rujtë, ju shpërbleft se stafi jonë ka shku në komunën e Kamenicës, atje ka bo një historie të një familje, edhe kjo është historie prekse. Edhe këtë familje kemë në studio, sot po ndjekim historien e pastaj komunikojmë direkt me familjen nga studio. Dyqysh, kështu ka pak. Më nepin të ndihma, herë do vitra, herë qështu, vetë smut. Burim ka dhek, që 6 vjen ka dhek. Veç një gjollë kom qëto me që gjollë jetoj. Gjollë pej mjadisi, pej komve, pej dure, pej krije, qështu. Veç me zarë shkan. Argat kërkon, ja. S'pa monet më shku argat. Veç me një pënzi që përënaj. Që e pënzi 100 euro më shumë sa. Kur gjohet që losh në ty, bes pa daulin. Pasha zytin, ja. Jam smutun e që 32 vjetë. Po tash im ka rëk një kom që 6 qovdit, s'pa muj më lku në veni, hecën punoj kur gjo. As me bobok, as me fësi, as kur gjo heq. Veç një shpi më kun me pos mënësi me nreq, ma shumë veti si duhe. Se krejt shqip ku të binë, si kur jash si këto njojta. Ta në dhej ma të pikin. Qështu. E ju falenderoj që një ardhë, e zëtë ju ndihmëft, e ju shpërblet me tona të mirat. Më punu e diqka s'moj, a di hova. Te i të menë në të jetë këha se dive. Ka këtë binë bëra, bëhat heqame bëra këputet struja. Jesëm pa struj, jesëm pa uj. Tana. Valo e mërzit në për krejt. Po mërzit në gjoli pa martu, e qata po mërzit në ma shumë ti. Edhe pa një shpi. Qata. Po. Këj për mbaj zmet, me si s'ko kosh, këj për mbaj zmet, që ka me bon? Te i sërëngu në një tru, ta nëj. Këj veç që du ka shpija ora që i për në ka pak, po s'ko kur gjoja, do pasule më jelën vetë, së bon heq. E do që krejt zhengi, dhe mu zhengë shumë. Se vetë se dhja mjellë atybe, nuk e dhja se vetë ke për mjellë, po s'ko as me që ka livrona, s'ko kur gjohës. Asko traktor, asko kerë, asko, edhe më konë smut, do të me thirë dikon më qute mjekë, jam e thirë mjekë të peja tje për që morë kanalt, se kë kerë s'ko. Me të më veç në dë, më pa konë atë edhe haj, ma mire kone, po deq edhe
Mërzitmi, të dy vëlloj edhe aj për mërzit, e djoli dele këshyr dëm të vërët atje kësit vërën e tina, se mërzit e të fort. Që ashtu po thënë vëlloj, që kam e bojnë omle për mërzitna bova, dhe shtybe, kom që kam e bojnë të ashte. Kejt kejt më dek, dikush ma herë, dikush ma vën, edhe për vetë jem lërë vëlloj. Amzine të fryma, as kryet dhem, shpina, mjedisit, tonë në unë, ku në vend shnës kam. Veç mas mërome që ka kom që më bëhet gjellë, koma si kur e gjellë më bu. Me pos një shpi një me të mirë, rënë njërën ka të në skokon se ojri posër adin. Po, s'kon shpi një herë heqë, se di që shok kësmet ashte. Po qështu, harë që për nabin ka herë, veç ma shumë të për në shpi, e me rregullu mirë qata. Farije, mirë se ke ardhë. A u lodhe rrugës? Ka pak. Sa vjeti ki? Ha? Sa vjeti ki? 72 e lima, 71 me lëdrën njëftim. Cili katun ke që atje? Po në katun. Që ka emrin katuni? Shotit të gjetë. Të gjecë. Pa. A ka met në i shpi në atë katunë jo? Kur ko shumë i, veç na. Veç ti me djallë? Veç une me djallë, hu Allah. Sa vjeti ka djalli? I ko 40 vjetë. 40. Nuk është martu? Jo. Qysh për jetën, Fahri? Allah e kur qysh. Qështu. Me kja me i te. Qka të binë shi... Pështetu, rrish lirë. Qka të binë shi, edhe në kryet të në bjenë, që ashtu shpija krejt u halakaut, u prish. Po qka me ba? A vjena i kush me au qelë derën që tje? Po vinë ka i herë më nejtë, qështu bijat e djelte, vlazninja, vinë ka në herë më nejtë, ka pak e zare shkojnë, se s'po ka në asa ta vakse, që t'ilë mas punë dhe veta. Plakit ka dek? Plakut dek që 6 vjetë për 7 për i banë. E djali a punon në isën? Jo, valloj, se te vjetë ka punu si vjetë punës, se se më ka rëkoma, të nëj, s'po gudzë më mlon vetën, se po jes të ju për të nësën që u në kështu. Për që aty ka shpia, puno ka pak ora, që të dhe pasole, dhe kumpira, qëtër kur gja. Argatëson për shka hetë, se unë e smut, kush më më këshyrë. Kështë. E që kjo shpia është e juja? Që tu jetën? Po, që kjo vëllan? Se krejt urohu, fijen fije. Toka ki tonën këtu? A? Tokë. Tëk? Ja që në tëkën më kanë ble gjellë të kunotit atin. Gjolli kunotit me mjëtras veta e ka paguar në kamenit. Që edhe vlaznia, edhe qikat, jenë bo tubë e kanë morë në 3 ori, tëk pesh me marrë një shpiji. Pra tokën e pas ki bo? Po, kanë ble tëkën. 3 ori. E shpijen? Shpijen, mushi, kush ma maran, faleminirë. Kush se maran, jas pa ta. Apo manimi që kanë medal dikush me ta maru? Wallahu, i se di. I shola, i mësë për mojë se di, i shola marujnë. Vesh për një shpi me mujtë me marue. Ka me vonë. Me shnet, qysh je me shnet përveç kamës? Smut. A merri laqa, qysh? Po, qysh jo. Marë për zemere, për gjak note, për krejt marë. Ta është edhe koma që 3 mujtë djetë më ka rrëk, po më dhem haleva lohe, me dhe për i ti. Po që ka me vonë?
Te në atë minutë. A ke larg pi të gjeci atje deri këtu? Largë valla është. Shë, largë. A mujtë e marrë rrugës? Po promi morë me djallën e madhë me kamionet që në konë të punu, të nëj, së dherë dhe ka me hetën, te i këto. Qështo. Po më në mëjnë, qështo ka pak, ndihma qështo po qkepin, komuna. Po në shpi, pas në dyri që ta. A e përse që shurë du krejtë, s'ka kur gjanë tonë. Kjo nënë po thot për një shpi. Toka i është blenë, Kamenic. Po. Jenë bëhu krejtë tube dhe më kanë blit tykën. Luke e për në një neve? Vëlloj, je halaj kastroti, po. Qaj vetë? Po. Faleminirë shumë që jorë me ndihmu me honë, po të ndërtëv një shpije. Vëlloj, për që falenderoj krejt që kanë blit tykën, ata tjertë krejt, faleminirë shumë, zëjtë i rujtë, ishë problem me të në të mirat. Qa po pret me thonë? Me më thonë, me të maru shpijë qatë. Për haj? Haj qatë, faleminirë. E gëzofshi? Faleminirë. Zëjtë i rujtë, zëjtë ka shërër djollën. Amen. Inshallah. Inshallah të shërën edhe ty. Inshallah, zëjtë. Zotit fërco. Po pres më thonë, po të marrujnë a shpijen, po bohet edhe kjo nanë me djallin e saj me shtëpi të re. Faleminirë shumë, zëjtë i pru. Toka ko ka bon, edhe shpija po bohet veç inshallah kish netën. Inshallah. E gëzofshi. Amin, inshallah. Faleminirë shumë. Shumë faleminirë. Ju përshëndosh faleminirë shumë që më keni ndihmuar për këtë shtëpi, me vllazëri, me qikat konotit, me djallit konotit, krejt më kanë bërë tubë edhe kanë bërë portë, kanë blerë tykën. Edhe na pe bojmë shpijen. Edhe ju shpijen e faleminirë zëti i rujt, e ishë përblet me të në të mirat. Inshallah jetën gjatë, edhe e gëzën këtë shpi. Inshallah. Sa që jetoj, bile, ta kam një shpi të reja, hajtë. Kam e bon. Faleminirë shumë. Po janë të më thonë të toka a ka uj? Jo, valla, uj, s'ka edhe uj, po, edhe uj du më manë në reqa të me ndirat. Apo do edhe uj? Edhe uj, Po haj. Haj pas. Po edhe uj që pa uj, së mërnoj pa uj, krejt. S'ka as uj aty të toka dhe një bunarë. Po, qatë. Qashtu. Faleminirë shumë. Toka në kanë ble shpija, po i bohat, po hapët edhe puseta, pra bunari, për ujtë pishëm edhe me instalu ujë në shpi. A e kompletum? A e kompletum na, u kry? Po. Faleminirë shumë, u kry. Alhamdulillah. Ju i gëzofshi, u gëzofshi, ba mirës kjo është emisioni i kësaj nate, para se me mbyllë. Edhe njëherë po rikthehemi fillimit, jemi në prag të festës së Kurban Bajramit, ku muslimanat e kanë për obligim therin e kurbanit, ata që kanë mundësi. E ata që kanë mundësi dhe dëshirojnë që përmes jetimave të Ballkanit të therin kurbanin e tyre edhe të adhurojnë tek familjet nevojtare. Kurbani për si vjetë është 200 euro, kurbani 2025 therët në thertorën e shoqatës tonë. Neve veç kemi nisë me pranu donacione, sot zyrtarisht të bëhet hapja e publikimit dhe thirrjes publike të gjithë atyre që kanë mundësi me therë dhe dojnë përmes neve. Mund ta dërgoni kurbanin e juj në përgjiro llogarit e shoqatës tonë ose në përselit degë të shoqatës këtu në Kosovë, në Prizren ma që 16 vite këtu në Gjinëc, në Vushtri, e në Prishtin, e në Janjev, e në Gjilan. Për ndryshe për bashkat vetare tanë që jetojnë jashtë, këtu e në dhonat e shoqatës tonë, dega e shoqatës tonë në Zvicër, në Raiffeisen Bank, për bashkat vetare tanë që jetojnë dhe punojnë në Gjermani, kjo është gjirologaria e shoqatës tonë atje. Për bashkat vetare tanë që jetojnë dhe punojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, këto janë dhonat e shoqatës tonë atje.
në Kosovë në bankën ekonomike, në ProCredit Bank, edhe në bankën kombëtare tregtare. Në Maqedoninë e Veriut, këto janë dhënat e shoqatës tonë atje. Shoqata jonë posedon edhe adresën e GoFundMe, si dhe adresën e PayPal-it. Gjithë ju që cilët keni numër vala dhe dëshironi me ndihmu jetimat e Ballkanit mund të dërgoni një SMS në numrat 55333 55444 dhe ndihmoni me shumën për €1 shoqatën tonë. Edhe njëherë, ju që do të bëni pagesa për Kurban Bajram, ju lutem duhet të shënoni në përshkrim që është pagesë për Kurban. Ajo që ka na më shumë të kemë nevojë janë lutjet e këtyre familjeve, për juve edhe për neve. Zoti kur mos ju, Zoti ju shpërblef, shihemi të premten e ardhshme.